Për të folur më shumë mbi zhvillimet e fundit politike, do lidhemi tani me analistin Ergjys Mërtiri. Përshëndetje Ergjys. Përshëndetje. Atëherë shumë shpejt do kemi rinumërim të votave në qarkun e Tiranës, por jo vetëm. Ju si e shikoni këtë strategji që po ndjek opozita sa i takon 11 majit? Çfarë pret ajo nga ky rinumërim? Besoj që rinumërimi, ju e keni fjalën për rinumërimin që kërkojnë kandidatët? Po, të gjithë qarkun e Tiranës do ketë një rinumërim të votave për shkak se e kanë kërkuar 2 anëtarët e propozuar nga PD-ja në KAS. Kështu që procesi do të finalizohet. Ky nuk është aksioni i opozitës. Ky është aksioni individual i kandidatëve të opozitës, të cilët kërkojnë të shohin votat e tyre sepse janë afër dhe ata mendojnë që diçka mund të ketë rrjedhur dhe ata nuk kanë marrë vota. Madje përkundrazi, opozita duket se nuk ka qenë e gatshme ta nisë këtë, pra ta miratoj këtë aksion sepse e ka vënuar dhe sigurisht që kjo për opozitën e shfokuson vëmendjen nga thelbi që ajo kërkon të bëj, pra lufta me për votën e lirë ndaj asaj që pretendon që është vjedhja e votës nga qeveria. Kështu që për opozitën kjo është thjesht një zgjatje më shumë të tërheqje vëmendjes nga aksioni i saj. A mund të ketë, le të themi, pasoja Partia Demokratike vetë në vetveten e saj, duke patur parasysh se hapja kutive të paktën që ka ndodhur dje ose partje para 2-3 ditët e fundit ka treguar që pretendimet e PD-s nuk kanë qenë të vërteta, janë rrëzuar? Është e qartë, shiko, prej kohësh tashmë është bërë kuptueshme që votat nuk është se vidhen në numërim. Sistemi i ri ka ndryshuar këtë. Ajo çfarë ndodh që ka të bëjë me atë që ne e quajmë ndryshe inxhinierimi i votës, që nuk është thjesht vjedhje, siç ka qenë dikur që falsifikoheshin procesi verbalet apo numëroheshin keq në kutitë e numërimit, në tavolinat e numërimit. Tashmë është ndruar me inxhinierimin e votës nëpërmjet pushtetit, nëpërmjet parave apo në rastin më të keq nëpërmjet grupeve kriminale të cilat blejnë vota në terren. Pra dalin dhe shpërndahen dhe gjejnë persona të cilët shesin votën në këmbim të parave apo ku diun produkte të tjera. Domethënë, kjo është problemi, por pyetja që duhet shtrohet këtu është sa vota mund të prodhojë ky inxhinierim. Sigurisht që kjo e ka limitin të kufizuar, pra është e limituar, është e kufizuar. Jo çdo njeri e shet votën. Dhe unë mendoj që inxhinierimi i votës mund të shkojë në 2, 3, 4 mandate, por ai nuk mund të prodhojë këtë sasi mandatesh apo këtë sasi votash siç është diferenca midis PD-s dhe PS-s. 300.000 vota dhe më shumë, saç është diferenca midis PS-s dhe gjithë koalicionit kundër Ramës, për mua tregojnë një humbje të thellë të opozitës. Kështu që sado që të jetë inxhinierimi i Ramës është shumë i vogël përballë humbjes së thellë që ka pasur opozita dhe kjo për shkak të fajit që ka vetë opozita, jo për ndonjë merit të qeverisë. Ndërkohë Berisha deklaroi se do bëhen protesta edhe në institucionet ndërkombëtare jashtë Shqipërisë. Ku e çon kjo rrugë opozitën në kuptimin që a ka shanse Berisha që të marrë le të themi mbështetje nga ndërkombëtarët në këtë mision, siç ta quan ai? Tani kjo ku e çon kjo rrugë? Kjo rrugë është rrugë e provuar tashmë. Ka 4 vjet që opozita përdor këtë rrugë. Pra, nuk është hera parë që ajo proteston në Bruksel, kudo, nuk është hera parë që ajo proteston kur vinë dhe bëhen samite në Tiranë, nuk është hera parë që opozita sillet vërdall, djeg godet me gur apo bën dhe mosbindje civile. Opozita do duket sigurisht e destinuar të ripërsërisë atë çka bër këto 4 vite tashmë me një gur peshe më të rënd akoma mbi supe, që është dhe fakti që ka humbur dhe nuk beson më kush. Opozita thjesht ka nevojë tashmë për alibi dhe ka nevojë tashmë për aksion i cili do jetë vështirë për të bërë në kushtet ku besueshmëria është zero. Kështu që në pamundësi që opozita të prodhojë opozitarizëm real, ajo do përpiqet të falsifikojë aksione opozitare shtërpe, të cilat thjesht dëmtojnë akoma dhe më shumë opozitarizmin dhe asnjë produkt nuk sjellin. Dhe ndërkohë kemi parë vetëm PD-n që po bën le të themi betejë në KQZ, në Komisionin e Ankimeve kështu me radhë. Forcat e tjera politike, po flas të rejat, nuk janë ankuar. Si shikoni ju këtë qëndrim të tyre në raport me aksionin tjetër opozitar? Po kjo është tipike për situata ku zhurma dhe konflikti tërheq totalisht vëmendjen. Sigurisht që partitë e reja e kanë të vështirë që të futen në këtë sepse do identifikohen me atë çfarë po bën Berisha, e cila tashmë në fakt në opinion publik krijon imazh të keq. E para kjo, e dyta, unë ashtu siç thash, nuk është se votat janë marrë, nuk besoj të paktën që janë bërë manipulim në kuti. Kështu që partitë e reja nuk është se kanë shumë çfarë thonë në këtë drejtim. Ajo çfarë është problematike dhe aty ku besoj që partitë e reja do këmbgulin është një kodi elektoral, sepse votat partive të reja janë sakatuar nëpërmjet kodit elektoral. Ata do kishin sot
ndoshta 10, 14, 15 deputet, nëse nuk do ishte ky kod elektoral, po do ishte një tjetër, dhe pastaj është klima polarizuese që ka prodhuar Rama dhe Berisha, duke e tërhequr elektoratin në këtë frymë konfliktuale me idenë se duhet të mblidhemi të bashkohemi përballë rrezikut tjetër. Dhe kjo është një strategji e cila në gjuhën e sociologjisë politike të konfliktit përdoret gjithmonë nga sisteme bipolare për të penguar aktorë të rinj të hynë në skem. Pra mbrohet sistemi, çfarë do të thotë se Rama dhe Berisha mbrojnë këtë bipolaritet duke lënë statu quo në fuqi. Pra që do thotë Rama të qëndrojnë pushtet dhe Berisha të qëndrojnë opozit. Bien dakord në këtë sistem për të penguar që të rinj t'ja u marrin sistemet dhe të jenë ata faktorët e të Mirë, Gjys, faleminderit për komentet tuaja. Ecmë tek. Ju falenderoj.